fshati Gurizi një herazi njësi administrative e përbër nga afro 11.000 banor, është i shtrirë buz malit të Sheldis me pamje teje të bukur. I ndolur në një distancë vetëm 6 km larg qytetit të Shkodrës, Krahina ka një komunitet me tradita të mira, njerëz punëtor dhe artëdashës, e me një harmoni të shkëlqyer ndërfetare. Studiuesit, por edhe banorët të zonës, të cilët janë marrë me studimin e historisë, tregojnë se kjo krahin e ka marrë emrin nga një masiv shkëmbor me përmasa gjigande, i cili ndollet në qendër të fshatit. Ky gur i mall, emërtuar Gurizi, është shumë interesant, pasi përbërja e tij është e veçantë dhe nuk ndeshet në masivet e maleve përreth që janë gëlqeror. Këtë gjë ne e mësuam nga Ndoci, një banor i zonës, i cili është marrë që i ri me studimin e këtij guri gjigant. Ky është një gur i mbrojtur nga shteti, në 94-shin qeveria në atë kohë drejtoria e përgjithshme e mbrojtjes monumenteve si monument natyrit, është me një vendim në 94-shin, gjithashtu, po në 2004-shin është bërë dhe një vendim tjetër për mbrojtjen e këtij monumentit, bile i kanë caktuar edhe një perimetër mbrojtje që mos ta afrohet kush me dëmtu. Fshati Gurizi e ka marrë për i këtij masivit shkëmbor, i cili gjatë periudhës së dimnit, bili edhe në pranverë e vjesht, që ka lagështin, janë disa lloj algash që e mulojnë krejt, edhe janë alga si boj kafe me jeshile, edhe faktikisht e mulojnë krejt këtë. Edhe në periudhë, në gjatë kësaj periudhe, ky duket i zi krejt. Gjatë verës, ky duket i si i kuq. Para 3 ditë, një grup arbreshësh nga Italia kanë ardhur dhe kanë vizitu gurin këtu, dhe përij aty kanë pa vendin ku ka bën luftë Skënderbeu në betejën e Drinit, ka avukatana, që ka bën lufta kundër Venedikut në 1462. Dhe ata kanë kërku faktikisht disa herë, se unë kam komuniku me ta ma përpara, kanë ardhur dhe kanë bën një vizitë, më dhe na kanë ardhur ata, kanë vanu më ardhë. Kja ka kanë e përgatitur qysh në para 3 vjeç, faktikisht me qendrën komunitare të Gurizi, ku unë isha administrator i qendrës. Ky gur shkëmbor magmatik ka lartësi 42 metër mbi nivelin e detit. Ai ka forma të përzgjatura, rreth 120 metër, me gjerësi mesatare 50 deri në 60 metër dhe me lartësi nga 8 deri në 10 metër. Mendohet se është gur me bazë vulkanike. Kam pasur rastin mu marrë me disa studime si autodidakt për mi historinë e zonës tonë, gjithashtu dhe pak mi historikun e këtij gurit, ty e shikju edhe nga ana e përbamjes kimike, i cili është një albitofir ku ka disa pjesë të ngjashme të tijet ose të përfshin kodrën e baranit, të përfshin gajtanin, një pjesë të malit Gurizi edhe nga njollë që quhet guri kuq. Ky lloj gurit faktikisht që është këto është një pjesë e zhvillim ose e fikjes së vulkanit, e magmës, dhe është shumë i fortë. Ndërta ka edhe pjesë të ndryshme përballë, se mend sa është kristalor, mund të ketë edhe metale të tjera, po në përgjithësi është albitofir. A janë marrë ndonjëherë mostrat e këtij guri për mu pa tamam se ka periardhin apo çfarë përbamjet ka? Mostra janë marrë qysh në kohën e sistemit komunist, e kanë marrë kinez, e kanë përdorë, kanë ardhur edhe në kohën e ndryshimeve të sistemit demokratik, ku unë kam qenë edhe kryetar komunet, dhe e kanë marrë kampionin të Fiatit Torinos, të cilët kanë marrë kampionet dhe kampionet fizike, dhe kanë menduar ta përdorin për tullat zjarrdoruese për shkrimin e qelikut me basem.
e famshëm të Louvrit në Paris. Unë e kam studiu qysh kohët komunizmit që po thuj se i herë edhe na kanë përdorë kështu si shantazh, që është kja se unë kishum një aq të ratisë në Belgjik, faktikisht ai ka pas punu dhe me NATO-n, dhe na faktikisht gjetë me një broshurë e cila flitte për damën e Gurizi. Kjo dama Gurizi është i statuet 70 cm që si gjendet në muzeun e Louvrit, dhe ka atë një lloj veshjet stilistike me ngjashme në veshje zadrimore ku edhe na veshna kështu kjo zonë, krejt pothuajse komuna. Dhe faktikisht kjo dam u gjet në rrënc të këtij gurit nga një banor i atëhershëm që quhet Manimeri, është ku i shijoni biledh ku shit larg janë, se Gurizi kështu është i përbam. Ai ja shiti konsullit italian në vitin 1881. Dhe konsullit mbas asaj kohet ata se si ka shku në përgjithësi muzeet kanë ble faktikisht, dhe ja kanë ble edhe këtij konsullit ose familjes së këtij, dhe gjendet sot në Louvre. Dhe faktikisht ka shumë që kanë shkruar për te, po është edhe një gur tjetër që quhet Gurizi, që një shkrimtar nga Kosova, Shaban Berisha, dhe një studius shqiptar i Egjiptit në Francë, kanë shkru për te. Ky është shumë faktikisht shkrimtar i përmendur, ai Francë, Matiu Arif, ose Arif Mati, në origjinë prej Matit, iku në Egjipt, familja atyne, dhe kanë shikju, dhe aty kanë zerë, faktikisht që ky gur është gjetë në Gurdëzi, në fshatin Gurizi të Gurizi, dhe ka të shkru me shkrime Iliro Pelazge, dhe ata e kanë deshifru. Kam mundu unë, ka jam marrë, që kam lexu librin e Nermin Vëllor, sa ata jam mundu me ata shkrime dhe unë me bënd domethënien e këtij gurit, faktikisht, të shkrimit. Ky gur gjendet Muzeut Shkodrës. Është bani në pikat më të njohura të Shkodrës, falë natyrës të mrekullueshme që kena këto, falë gatimeve tradicionale të veçanta që përdorim gjithmonë, bëjmë vetëm me produkte bio, tradicionale, nuk kemi dalë asnjë produkt jashtë zonës tonë, por përdorim vetëm gjanat e zonës tonë. Për sa i përket natyrës së gjanat, i shihni vetë me i fjalë që është një vend, nuk kena pse me lakmu as Zvicrën as një vend tjetër, thjesht na duhet pak vëmendja e shtetit tek infrastruktura e disa gjëra të tilla, pjesa e turizmit gjatë verës me fjalë, edhe gjatë dimrit, ne bëjmë ultime edhe gjatë dimrit me varg me fjalë, që është një gjë që besoj se është plus për Shkodrën dhe për vendin tonë këtu. Restoranti i parë që hap ashtu këtu, janë edhe 2 restorante të tjera, njerëzit po vazhdojnë të investojnë, pavarësisht se ka një ikje popullsie të jashtëzakonshme, po besoj se shumë shpejt edhe ata do ta kuptojnë sepse do të kthehen në këtë vend, sepse është një vend që s'mund ta gjejnë kënd tjetër më bukur dhe më mirë se këtu. Liçeni i Ragamit ka filluar të nxjisë edhe kurreshtjen e vizitorëve turistik vendase të huaj, pikërisht për faktin e bukurive natyrore. Sidomos vjet ka kanë një fluks i jashtëzakonshëm turistash, që vjen prej shumë vendeve të huaja. Nga çdo vend. Me fjalë edhe na habitna me fjalë që s'kena pa ndonjëherë turista kaq shumë.
As në ëndrat tona më të bukura se kishim menduar se do të kishte kaq shumë turizëm ky vend. Thjesht me fjalë ashtu edhe kjo tjetra sepse deri para pak vitesh, para 3 vjeç, 4 vjeç që u hap restoranti, ka pas shumë njerëz edhe nga Shkodra që se kanë ditë se ekziston liçeni këtu, liçeni Ragamit, në fakt quhet liçeni Vaudesit, po 15 kilometra larg Shkodrës nuk e kanë ditë se është kjo mrekulli këtu. Edhe tash kanë vazhduar njerëzit edhe vjen jashtëzakonisht shumë, edhe e njihen vetin një botë tjetër. Çfarë kërkojnë më shumë turistë? Çdo gjë me fjalë si ka turistat, po tash vitet e fundit kanë vazhduar edhe shqiptarët vetë me fjalë tu i kërku gjëra tradicionale, origjinale. Unë kam një bujtin me 3 dhoma, që është e pa mjaftueshme. Me fjalë, por janë të hap prap tjera, edhe shpresoj që vitet e fundit do të avancojnë shumë më tepër. Sepse vendi është fantastik, me fjalë mund të bëjnë plus kësaj mund të hapen edhe shumë bujtina të tjera, restorante të tjera. Vendi është shumë i favorshëm për shumë investitor. Te pjesa e rrugës është pjesa më problematike që kena. Sikur të kishim pak mirëmbajtje rrugët me fjalë me vu dorë pak shteti për zgjanimin ose pastrimin e rrugës. Me fjalë unë para pak ditë kisha një kërkesë nga një agjenci e madhe me fjalë turistike që çdo javë më ardh 200 turista, më ardh 2 herë në javë, nga 100 turista, por shkaku që u anullu ishte se nuk mund të hyjnë autobusi 52 vendsh më ardh deri te restoranti. Me fjalë edhe u bë pa mujtën, tu mund vjet vetëm me furgona 20 vendsha, 22 vendsha. Shëtitja me vark në Liçen është adrenalin me vete. Tu ndodhemi në Ragam, në liçenin e Ragamit. Sa kemi hyrë në vark me fjalë, e shini me të thonë tash për peizazhe gjana s'ka nevojë se çdo lëvizje që të bash as më bukur është. Ka të që shkosh me fjalë shef diçka ndryshe. Në pamje të parë, me fjalë gjikush më thonë është rrezikshme, ashtu. Atjena. Sa për pjesën e udhëtimit me fjalë me vark është 100% e pa rrezikshme, sepse ne jena paktën si person me fjalë edhe një bashkëpunëtor jemi, unë kam 20 vite që merrem me sportet ujore, jam zhyt me fjalë, plus jam edhe kam edhe patenten për lundrim. Çdo gjë është në kontroll 100%. Shpella e Pëllumbave, ishulli i Shurdhahut dhe Sarda, qyteti mesjetari i përcaktuar në kodrën e Shurdhahut të Buzdrinit, 8 km në juglindje të Shkodrës, janë disa nga monumentet natyrore më të veçanta për tu vizituar. Janë shumë shpella, me fjalë, po që mund të vizitojmë, është në Gega i Shllakut shpella e Plumbave që hyhet mend me vark. Kurse tjerat me fjalë mund t'i shohim nga poshtë se mund të ecim në kam. Është edhe shpella e Priftit që është krejt në breg të ujit, në Gega i Shllakut. Në lokali aty deri tek shpella me shku, sa është larg distanca? Atjena është me vark, 40 minuta bëjmë me vark me shku deri te shpella. Te ishulli bëjmë 15 minuta. Me fjalë kjo është një person me fjalë me dash me kalu ditën këtu, është krejt bukur sepse mund vjesh natje, mund bash një udhëtim me vark fantastik. Për 2 orë ti ke kryer të gjitha pikat e bukura dhe manena mund të hash edhe një drek, mund të bash edhe një plazh, mund të shkosh shpikë lirshëm sepse je shumë afër Shkodrës. Varka është personale, me fjalë, nëse dikush për shembull e don varkën, nuk ka se kanë me hyj grupe të tjera, sepse nuk funksionojmë me gujtat mëdha për arsyeën se si ta thash ishte edhe problemi i rrugës se nuk funksionojmë me autobusa, sepse edhe varka nuk i kemi shumë mëdha, i kemi deri 20 persona. Zona Gurit të Zi, vetëm breg liçenor ka 11 km, që fillon nga Vaudesi e shtrihet deri në Mazrek, na tregon administratori Ismet Haxhia. Zona Gurit të Zi, vetëm në vi liçenore ka 11 km, që fillon në fund të Vaudesit edhe del deri në Mazrek.
Është një vi me një liçen shumë pastër, edhe pasur me peshk edhe me ujë amël shumë të mirë. Të kanë në të pozicione, shumë biznese kanë fillu me punu për gjatë gjithë bregut. Është ku jena në sot, është një tjetër që është Shëldi, një tjetër në Gjergj, një tjetër po bëhet afër rrugës Mazrekut, është një zonë që frekuentohet shumë. Të kanë këtë pozicion, ne na duhet edhe me investu diku sidomos në zanimin e rrugëve, në infrastrukturë, pastrimin e gjelbrimin, që faktikisht ata janë gjendje të mirë aktualisht. Zona jonë ka kanë faktikisht e pa ndihmuar për shtetit deri të momentet e fundit që po flasim ne. Edhe diçka, nga kontaktet që ju keni me këtu me banorët vendas, konkretisht me personat që kanë investu, që ju thojnë lidhje me turistat, a ka një fluks në shtim nga vitin vit? Unë kam marrë këtu disa herë, të këtë vendi këtu, edhe në vende tjera, ka lëvizje. Bile i ditë janë këtu do autobusa se nuk kanë pas edhe rrugën për me kalu. Është një prej pyllit. Kjo çështje do të marrë në fund. Që ose ta banorët do me zhvillu këtë zonë. Është një zonë super e bukur. Besoj se shumë shpejt ka me më uqiriru kjo zonë më hapë. Ndërtimi i rrugës që të çon në fshat do të ishte një shtys për t'i lënë gjallëri më të madhe zonës. Është kalaja në Gajtan, shpella e Gajtanit është shumë e para historike. Është një shpellë me gjithë kalan në Juban. Këta është guri zi, një vend atraktiv që është shumë i bukur. Unë më e mend aty kur jam kënë në ri kanë ardhur shumë njerëz edhe çek, turista, gjerman, kanë vizituar shpesh. Mirë po tash kohët e fundit sigurisht është na po punojmë kena pastruar rreth gurit, kena pastruar ata nga metroinat nga ferrat. Tash presim të fillojnë aty të lëvizin diçka. Jena në zonë në pjesë e bashkisë. Bashkia po punon pothuajse kudo. Besoj se në zonë tonë po punon. Kanë bën një kanal vadic, është bën një argjinatur që nuk ka në Shqipëri më të mirë se atë. Është bën një rrugë në Kuç, 1.2 kilometra. Janë bërë disa riparime, disa gjëra të shpejta që kanë punë emergjencë, po punohet.